edhe në kuvendin atje. Për ta, sepse ata kanë mjaftu shumë, mirë po kush duhet jep qaj që është angazhuar. Po pyetja do të shtruhet, përderisa ata i kanë në nënshkrim ata, sigurisht që ata në nënshkrimat po burojnë pikërisht nga, tash që nuk është më fshehtësi, po burojnë pikërisht nga paknaçi që i ka shpoll zotëria Abdullahuti, Armen Sejma, problemi i fiton zgjedhjet kushdo që bëhet kryetar, edhe sa i fiton zgjedhjet Albin Kurti. Albin Kurti, a di kur i humb zgjedhjet? Kur? Albin Kurti i humb zgjedhjet me një protest gjithë popullore që delen zinë sheshin ti, për një 5 ditë nëse rënë që atë në shesh, Albin Kurti i humb pushtetin. Në Tiranë. Po në Tiranë, për protesta në Tiranë nuk është protest e morale, është protest artificiale, cila Adiromës asë qërpiku nuk e ka trenë. Veç ju në bohur dë njerës që në shkollë për Kosovë se kanë musheshën, sa ja ka qenë një protest këtë, për ato flamingot atje, qytetarët e Republikës Kosovës Maqedonisë që kanë dëgju, aja është protest fake, me thonë ndryshe. Dërso, protesta në Kosovë ka arsye, plot për me mojtë protest. A dini që, po e marrë një shembull, a dini ju që një profesor e ka pagën, është i diskriminuar, e ka pagën më të lartë, për vetëm 150 euro më shumë se një punëtor teknik në shkollë të mesme. A din çka është kjo? Ju që unë mendoj që punëtori teknik do ta ketë një pagë shumë të njëjtëshme. Mirë, po cili është motivi i një personi me kry magjistraturë edhe me shku më bëmë simulancë? Kur diferenca është kjo, Albin Kurti që gjë ka bë, e ka devalu, e ka poshtru shtresën intelektuale. Që për që ta unë e kësha mojtë një protest, e mos flasëm për energji elektrike, për çmime, për izolim, ndërkombëtar që kanë duhet, tash edhe raportet me Shtetet e Bashkuara. Jemi në fund